Në gjithë të vite jam përpjekur të jem gjithmonë satirik. Por sot për 8 mars kam një mesazh nga zemra për gjithë nonat shqiptare, po në veçanti për nonën time. Gëzuar 8 marsin. Ndoshta janë fjalë që mund t'i kam thënë shumë herë në jetë, por dua që ta dish se nuk je vetëm nëna ime, por je, si ta them, një ndër arsyet për cilet ja vlen të luftosh, të jetosh dhe i jep kuptim jetës time. Është vështirë të flasësh ose të gjesh fjalë për të uruar të vetmen dashurive të sinqertë jetës, atë të nënës. Dua shumë dhe jam krenar për ty, për çdo gjë që ke arritur në jetë dhe për çdo gjë që s'ke arritur në jetë, sepse siç ke mësuar, fitimi dhe dështimi janë pjesë e pandashme të jetës. Por mësimi më i madh që kam marrë është fakti që më ke mësuar që mos dorëzohem. Pavarësisht se çfarë ndodh në jetë, çdo gjë mund të rregullohet dhe mund të ndryshojë. Gëzuar 8 marsin, mamët, dhe të gjithë nënave shqiptare kudo që janë, që me guximin dhe me dashurinë e tyre kanë rritur një brez si brezi jonë, që është një ndër brezat më të mirë të shqekujve të fundit Shqipëri.